Autoritetet policore po përballen me një rritje të ndjeshme të rasteve të kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura në veri të Shqipërisë. Brenda më pak se një viti janë evidentuar plot 13 banesa, stalla apo objekte të përshtatura për prodhimin e lëndëve narkotike, duke treguar se kjo veprimtari nuk është më sporadike, por një skemë e mirë organizuar kriminale. Goditja më e fundit është realizuar në Malesinë e Madhe, ku policia ka finalizuar operacionin e koduar Neonët 8. Në fshatin Boriç i Madh u zbuluan 3 ambiente të përshtatura për kultivimin dhe tharjen e bimeve narkotike, konkretisht një banesë dhe 2 stalla të pajisura me ndritësim artificial, aspirator dhe filtra ajri për kontrollin e kushteve të rritjes. Gjatë operacionit u arrestua një 35 vjeçar, ndërsa të tjerë persona u shpallën në kërkim të 2 të dyshuar si organizator të aktivitetit kriminal. Policia sekuestroi 771 bimë të dyshuara kanabis, mbi 6 kg material bimor të përpunuar, si dhe qendra pajisje elektrike për shërbimin e kultivimin intensiv për në ambiente të mbyllura. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu një element shqetësues për fshirjen e punojësve të OSH në këtë skemë. 4 punonjës janë ndaluar dhe një tjetër është proceduar penalisht, pasi dyshohet se kanë siguruar furnizimin e palishëm dhe energji elektrike për ambientet e kultivimit, duke bërë më të lehtë funksionimi dhe aktivitetit kriminal. Autoritetet e rendit theksojnë se hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë që përfshin, ndërsa paralemrojnë se kontrollet do të intensifikohen për të frenuar përhapjen e këtij modeli të ri të kultivimit të drogës në veri të vendit.